të zotit Zefila. Po, ish kryebashkiak i... Sikur të qarkoj, po u shkarkua me një mbledhje të fshehtë Këshillit të Ministrave, edhe ai ish ministri i zjarrit që përfundoi pa punë, pastaj më vonë mori përsipër anonimatin e gjithë me radhë dhe dini se si u zhvillua situata. Por gjykata kushtetuese në atë vendim ka vendosur disa standarde që vështirësojnë shumë punën, ku midis të tjerave. Edhe nëse do të plotësoheshin kriteret për shkarkim në kuptimin formal, që për mua nuk plotësohen, zoti Velia ka të drejtë që të thirrët dhe të dëgjohet të mbledhjen e Këshillit të Ministrave vetë bashkë me avokatët e tij. Pra mund ta thrasim vetë. Duhet ta thrasim. Pra kështu e thotë gjykata kushtetuese në rastin që unë ju thash kam bërë vetë ankimin. Pra kjo do të thotë ta marrin nga burgu, ta çojnë në mbledhjen e Këshillit të Ministrave dhe ta dëgjojnë. Po, absolutisht do shoqërohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, sigurisht do jetë kushte të lira, në gjendje të lirë në momentin kur ai do ushtrojë të drejtat e tij, ka të drejtë përfaqësohet edhe me mbrojtës etj. Pra do bëhet fillimisht një mini gjyq në Këshillin e Ministrave. Dhe pasi tjetër dhe punësia njëkohësisht të njihet me arsyetuimin dhe të ketë edhe të drejtën të parashtrojë brenda kohëve dhe kushteve të nevojshme për të patur një mbrojtje të mirëfillt, jo thjesht sa për të thënë sa kursye faqe. Kjo nuk kupton që procedura do marrë më shumë se sa një ditë, sepse nuk bëhet fjalë për kushte ideale ku dikush merr çantën dhe nga shtëpia shkon në Këshill të Ministrave, po flasim për dikë që është para burgimit, ka kufizim. E drejtë. Pra mundet që një ditë zhvillohet, themi, të dëgjoj pretendimet e propozimit në atë part të Këshillit Bashkiak dhe pastaj relacionin që bëhet për Këshillin e Ministrave dhe të kërkoj kohë për të paraqitur një të dytë, mbahet se kur, gjithmonë nëse zoti Velia zgjedh të mos jetë dakord. Shtroj këtë të drejtë. Ndërkohë, pastaj nëse ankimohet, patjetër që gjykata kushtetuese do ta shqyrtojë, automatikisht pezullohet efektet e këtij vendimi dhe presidenti nuk mund të dekretojë datë zgjedhjesh për sa kohë është çështja në shqyrtim, që do të marrë minimumi, përveç se nëse gjykata kushtetuese i le gjithë punët, po minimumi merr 2 deri në 3 muaj kohë, pra nuk besoj se kjo gjë do të bënte të mundur që të kishim zgjedhje këtë vit. Për Tiranën, prisë do të pyes. Jo, në vitin tjetër, po pikërisht, për këtë po e sqaroj. Pra, me afatet normale, nëse ne do ecnim, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese nuk hyn fuqi pa u botuar në plotëren zyrtare. Kështu që po t'i marrim të gjitha dhe nëse nuk bëhen kështu me porosi të posaçme etj. Pra praktikisht ky vit do mbylli pa patur zgjedhje, duke patur parasysh edhe afatin që presidenti i Republikës duhet të ketë parasysh për caktimin e datës së zgjedhjeve. E kuptoj. Gjithmonë nëse Erion Velia zgjedh të kushtojë vendimin. Në kushtetuese. Por kemi edhe një precedent që në atë kohë mori pak vëmendje, po që ishte shumë i rrezikshëm, me rastin e Fredi Belerit, ku presidenti edhe pse ai kishte kushtruar të drejtën për ankim, nxori dekret dhe caktoi zgjedhje. Sigurisht nuk po flasim as për ligjshmëri as për kushtueshmëri, e njëjta gjë mund të ndodhë prapë. Dhe të kemi prapë një kryetar që zgjidhet dhe betohet, por këtu nuk flasim më për respektim të kuadrit kushtetues dhe ligjor në rastin konkret. Pra këtu po flasim për një vendim politik, le të themi, nuk ka më të bëjë leximi i ligjit apo i kushtetues. Po politika si rregull duhet të nënshtrohet kushtetutës, do jo e kundërta siç po ndodh, që politika shpeshherë përdhunon kushtetutën, jo e respekton. Si rregull. Zoti Daci, vetëm një sekond, vetëm për ta kuptuar pak. Pra të martën blidhet Këshilli Bashkiak, ku do të votohet për shkarkimin e zotit Erion Veliaj. Më pas çfarë ndodh? Është prefekti që i dërgon shkres Këshillit të Ministrave për shpalljen e vendit vakant, pastaj Këshilli i Ministrave. Në vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe Këshilli Bashkiak do duhet të sigurojë të drejtën e dëgjimit përpara kryetarit të bashkisë që është i zgjedhur dhe formalisht është në detyrë sot, po jo efektivisht. Pra edhe Këshilli Bashkiak mund të duhet ta thrasë Erion Veliaj. Formalisht është në detyrë, nuk është formalisht, është në detyrë. Është në detyrë, po, dakor. Në detyrë. Është detyrë, po se ushtron në kuptimin e, pra ka pengesë fizike. Pra normalisht edhe Këshilli Bashkiak është po kaq i detyruar që të respektojë procedurën, sepse procedura është një, nuk mund ndahet pjesë-pjesë. Rëndësia fillon që tek diskutimi atje dhe pastaj kur të përfundojnë në Këshill të Ministrave është çështje pothuajse politike, sepse vendimarrja themi në arsyetim, por kjo nuk do të thotë që Këshilli i Ministrave nuk është i detyruar që të respektojë po prapë të njëjtën procedurë.